Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. SPAK mbyll hetimet dhe dërgon për gjykim dosjen për organizatën e Franz dhe Hajdar Çopjas në akuzë për një seri krimesh të rënda dhe 31 persona të tjerë. Gjykata e Gjirokastrës lë në burg pa fat 48 vjeçarin e akuzuar për vrasjen e biznesmenit italian Edoardo Sarki. Autori nuk pranon të flasë gjatë seancës. Shumë familje shqiptare zgjodhen overdraftin për të mbuluar shpenzimet e pushimeve verore. Në 4 vite, shuma e parave edhe nga bankat është dyfishuar. Të hënën në mbrëmje rikthehet në Vision Plus edicioni i dytë i Albania's Got Talent, garë dhe emocione në muzik, numra shpejtësie, akrobaci dhe balet. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Organizata kriminale drejtuar nga vëllezërit Franz dhe Hajdar Çopja është dërguar në gjykat. SPAK mbylli hetimet edhe për 31 persona të tjerë, pjesë e grupit që akuzohet për vrasje, trafik kokaine, pastrim parash dhe korrupsion. Bëhet fjalë për një prej bandave më të fuqishme në Shqipëri, e cila u godit fal zbërthimit të telefonatave të kriptuara, Sky ECC dhe Encrochat. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim bandën kriminale të njohur si Çopjat, e drejtuar nga vëllezërit Franz Gergely alias Franz Çopja dhe Hajdar Bako alias Hajdar Çopja, së bashku me 31 të pandehur të tjerë. Në përfundim të një hetimi disa vjeçar që është mbështetur edhe mbi komunikimet e zbërthyera në Sky ECC, SPAK ka ngritur akuza për një sër veprash të rënda penale, përfshirë vrasje me pagesë, korrupsion, pastrim parash dhe pjesëmarrje në organizat kriminale. Organizata kriminale Çopja është dokumentuar se ka zhvilluar aktivitet të palishëm që nga vitet 2006-2007, fillimisht në Itali me shpërndarje të kokainës dhe më pas aktiviteti u zyrua në Hollandë dhe Britani të Madhe. Hetimet treguan se pas vitit 2018 vëllezërit Çopja janë shndruar në një organizatë kriminale të mirëfillt, e cila në bashkëpunim me grupe të tjera të krimit të organizuar, zeroi veprimtarinë e saj në trafikimin e drograve të forta, kryesisht të kokainës. Në vitin 2018 filloi vrasjen e kundërshtarëve përmes ekzekutimeve me pagesë, të cilët kishin një rol të rëndësishëm në trafikun e drogës në Europë dhe më gjerë. Nga hetimet rezultoi se organizata ka qenë pas një sër vrasjesh të bujshme, si ajo e Ndrit Alibejt, Andi Zulyfit, Klevis Kaplanit, si dhe shumë tentativa të tjera për vrasje ndaj emrave si Nuredin Dumani, Erion Alibej, antarët e familjes Pahiu e të tjerë. Në total janë dokumentuar më shumë se 20 atentate të planifikuara në detaje me mjete armatim, eksploziv dhe logjistik të organizuar. Sipas SPAK, aktiviteti kriminal përfshinte edhe korrupsion të gjyqtarëve dhe policëve, rekrutim të punonjësve të policisë për të siguruar informacion dhe mbështetje, pastrim të parave përmes ndërtimit, bizneseve dhe blerjes së pasurive në Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Në dosjen penale janë përfshirë dhe zyrtarët e organeve të drejtësisë e policisë, përmes të cilëve Çopjat mbyllnin çështjet në ngarkim të tyre ose rëndimin e pozitës së kundërshtarëve, ndërto pajtime feta u ish gjyqtare në Elbasan e akuzuar për korrupsion pasiv, Denada Toda ish sekretare gjyqësore për nxjerrje të dhënave sekrete. Agustin Qenari, punonjës policie në Durrës, si dhe Martin Musaj, punonjës policie në Elbasan. Ata dyshohet se kanë ndihmuar organizatën në fshehjen e të dhënave, devijimin e hetimeve dhe dhënien e informacionit operativ. Në kuadër të hetimeve janë sekuestruar mbi 40 prona, vila dhe apartamente, sipërfaqe toke, llogari bankare, si dhe një zyrë këmbimi valutor që dyshohet se përdorej për të transferuar miliona euro në drejtim të Amerikës Latine, për të paguar kështu ngarkesat e kokainës në Ekuador, Brazil, Kolumbi dhe Paraguay. Gjykata e Gjirokastrës la në burg pa fat 48 vjeçarin e akuzuar për vrasjen e biznesmenit italian Edoardo Sarki në zonën e Salaris. Krimi i tronditës pati shkak debatin për dritat e gjata të makinës, por vetë akuzuari nuk pranoi të fliste gjatë seancës për masën e sigurisë. 2 ditë pas vedorzimit të tij në polici, Kamber Sulça, i akuzuar për vrasjen e biznesmenit italian Edoardo Sarki, ka dalë përpara gjykatës në Gjirokastër për të njohur me masën e sigurisë. Avokati i tij ka kërkuar masë më të zbutur, duke argumentuar dhe faktin e dorëzimit të Sulçait, por tokat e zeza ka lënë në burg pa afat. Nga ana tjetër, 48 vjeçari nuk ka pranuar që të flasë, duke mos dhënë shpjegime për rrethanat e krimit ku mbeti i vrarë italiani Sarki. Ngjarja rënd ku mbeti fillimisht i plagosur rënd biznesmeni italian, por më pas ndorroi jetë, ndodhi më 27 shtator në Salaritë të Pelenës, ku Edoardo Sarki kishte shkuar te banesa mikut të tij e Qerembraçit dhe djemvet e tij për gjah.
Kamber Sulçaj po udhëtonte drejt stanit që kishte në Pronësi, jo shumë larg vendit ku ndodhi ngjarja. Në rrugë ai është ndeshur me automjetin ku ndodhi Gazmend Braçi, së bashku me disa miq. Për shkak të dritave të gjata të ndezura, mes tyre ka shpërthyer një debat i ashpër verbal, i shoqëruar me fyerje dhe sharje. Pas përplasjes verbale, Gazmend Braçi është nisur drejt banesës së tij në Salari, por Sulçaj e ka ndjekur nga pas. Makina Braçit të shprishur dhe ai ka telefonuar te Atin e Qeren Braçi që të shkonte ta ndihmonte. Ky i fundit është nisur me 2 makina drejt vendit, ku në njërin prej mjeteve ndodhej dhe biznesmeni Sarki. Sapo kanë mbërritur në drejtim të tyre shqelluar me armë zjarri, një prej plumbave ka goditur italianin, i cili më vonë humbi jetën si pasojë e hemorragjisë së madhe. Sipas ekspertëve të policisë, autori kishte përdorur një armë gjahu me vjaska dhe me dulbinate, të ngjashme me ato që përdoren për gjuhë e tij, armë të cilën e ka dorëzuar në polici. Policia e Tiranës ka arrestuar një 22 vjeçar pasi u kap në flagrancë me armë pa leje. Në prangat e policisë ka përfunduar Ergi Bahiti, i cili u ndalua nga komisariati numër 6 pasi brenda automjetit të tij kishte fshehur poshtë sëndiljes një pistolet. Agjentët kishin informacion që i riu po lëvizte i armatosur, ndaj dhe ushtruan kontroll në makinën e tij, mjet që gjithashtu është sekuestruar. Ndërkohë, arma e zjarrit është dërguar në laboratorin e policisë për të parë nëse është përdorur apo jo në krime që kanë ndodhur gjatë kohëve të fundit. Policia ka arrestuar 2 persona pasi shpërndanin kanabis në formë gjelatine në rrugën Xhanfize Keko në Tiranë. Në pranga kanë rënë Denis Brakaj, 35 vjeç, dhe Elker Xibraku, 30 vjeç. Në zonën ku shisnin lëndë narkotike, efektivët sekuestruan 8 pako me kanabis në formë gjelatine të fshehura në mure. Gjatë kontrollit në banesën e 35 vjeçarit, agjentët gjetën dhe sekuestruan 802 gram e dyshuar lëndë kanabis narkotike si dhe 3 thika. Blut po punojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në shitjen e kanabisit. Edhe këtë sezon veror, shumë familje shqiptare i mbuluan shpenzimet e pushimeve duke përdorur overdraftin. Të dhënat tregojnë se në 4 vitet e fundit, shuma e parave edhe nga bankat është dyfishuar. Të marrësh para borxh edhe për qejf. Të paktën këtë mënyrë duket se po zgjedhin shqiptarët vitet e fundit për të shkuar me pushime gjatë sezonit të verës. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, në muajt e verës të këtij viti janë dhënë overdrafte në valutën euro me vlerë 390 milion lek. Për gjatë 4 viteve të fundit, shuma e dhënë nga bankat e nivelit të dytë për këtë produkt në valutën europiane është dyfishuar. Do të thoja që jo vetëm me overdraftin për pushime, po ka dhe nga ta që marrin overdraft për martes, për verdasën, që nuk bëjnë sens. Por këtu mendoj që janë raste sporadike. Por mos harrojmë që ka shumë prej kompanive në treg që po shesin me kredi produkte. Këto janë përsëri kredi dhe përsëri për cilat paguhet. Do nëse rrita më e madhe dhënies së kësaj forme huaje ka qenë në euro, pesha më e madhe është në lek, duke bërë që ekspozimi ndaj këtij produkti të jetë më i lartë. Referuar të dhënave nga Banka e Shqipërisë gjatë periudhës qershor-gusht të këtij viti, ishin dhënë overdrafte me vlerë 1.39 miliard lek për individët. Atëherë, në bazë të dhënave që dhe i diskutuan paraprakisht, kemi një rritje të volumit të overdrafteve. Kryesisht me një trend edhe gjatë verës, sidomos për ato në monedën euro. Produkti i overdraftit është një produkt financiar i cili është aty për të përdorur nga konsumatorët, por sa e njohin ata këtë produkt se si duhet funksiononte më mirë për veten e tyre, në djenin time nuk njihet. Fakti që rritja është e madhe dhe është në disa miliona euro, në qoftë ta bëjmë më të thjeshtë për dëgjuesin, atëherë kjo tregon një ekspozim gjithmonë e më të madh të konsumatorëve me këtë lloj produkti, që do të thotë kosto më të larta për të paguar. Periudha tjetër përveç sezonit veror ku rritet fluksi i marrjes së overdrafteve është edhe ai i dimrit, konkretisht në muajin dhjetor. Zona e Pogradecit është ndër më të njohurat në vend për prodhimin e gështenjave, por këtë vit prodhimi është paksuar ndjeshëm. Një ndër shkaqet kryesore është thatësira e gjatë. Tregu i gështenjave në Pogradec po kalon një situatë të pazakontë këtë vit. Në fshatin Gështenjas, i njohur për prodhimin e bollshëm, gështenjat thuajse mungojnë. Banorët thonë se shkak është bërë thatësira e gjatë, por edhe mungesa e kujdesit ndaj pyllit të gështenjave. Nëse vitet e kaluara, banorët ankoheshin për çmimin e ulët, këtë sezon ata nuk kanë asgjë për të shitur
ndërsa shumë familje që prej vitesh mbështeteshin ekonomikisht te ky produkt, po përballen me vështirësi. Kryeplaku i fshatit Seladin Çapo thotë se përveç kushteve atmosferike, edhe mungesa e pastrimit të zonës ka ndikuar në rënjen e prodhimit. Janë shumë fshatarë që merren me këto punë, mirë po s'ka prodhim. Se shumë familje rojnë me këta. I ndihmojnë shumë ekonomikisht. Këto duhet të ralluar, duhet pastrim. Është e mira që këto t'i kthejnë fshatit, sepse mirë mbahen, pastrohen. Fshati Gështenja se ka marrë emrin pikërisht nga ky frut, dikur simbol i zonës për cilësinë dhe shijen e veçantë. Por sot, kjo traditë po rrezikohet nga mungesa e kujdesit dhe prerjet e paligjshme. Mbrëmja të hënës rikthen në ekranin e Vision Plus edicionin e 2 të Albania's Got Talent. Spektakli vjen në moderimin e Isli Islamit dhe premton garë të fortë dhe emocione mes konkurrentëve në fushën e muzikës, numrave të shpejtësisë, në akrobaci dhe balet. Pas suksesit të jashtëzakonshëm të edicionit të parë, spektakli më i madh i talenteve, Albania's Got Talent, rikthehet sërish në ekran duke nisur rrugëtimin të hënën në mbrëmje në orën 21 në Vision Plus. Spektakli që u ka dhënë së 10 talenteve nga i gjithë vendi, vjen këtë sezon me shumë risi, por duke ruajtur thelbin e formatit origjinal që ka bërë për vete publiku në mbar botën. Antarët e juris do të përballen me 10 konkurrent që do të ngjiten në skenë për të treguar aftësitë e tyre në këngë, numra shpejtësie, akrobaci, balet dhe çdo formë tjetër arti që frymëzon dhe emocionon. Një ndër momentet më të shumëpritura është rikthimi i Golden Buzzer, butoni i art që i jep mundësi secilit prej antarëve të juris të dërgojë drejtën në votim. Spektakli do të moderohet nga Isli Islami, i cili rikthehet në drejtimin e një formati të madh televiziv që premton argëtim, emocion dhe shumë surpriza. Formula duke qenë e njëjtë nuk ndryshon asnjëherë, është kërkimi i talenteve. Shqipëria një vend i vogël, po me shumë shqiptar të shpërndarën e mban botës, premton një gjë shumë thjeshtë që talente ka. Dhe mua më vjen mirë personalisht për në emër të gjithë produksionit që për shkak të suksesit të edicionit parë, ky edicioni i dytë ka tërhequr jashtëzakonisht shumë interes se ç'ne mendonim. Ne dinim që do kishte një lloj interesi për të qenë të sinqert, po realisht ka kaluar pritshmëritë tona, kështu që premton shumë talente, premton larmi. Sipas organizatorëve, audicionet janë zhvilluar në disa qytete të Shqipërisë, por edhe në Kosovë dhe diasporën shqiptare, duke garantuar një përfaqësim të gjerë të talenteve dhe historive që do të befasojnë jo vetëm jurim, por edhe publikun. Si vjet njerëzit presin shumë më tepër dhe ne do të mundohemi të japim shumë më tepër, do të mundohemi të japim shumë më tepër për gjithçka, si nga pikpamja e spektaklit, ashtu edhe nga pikpamja e konkurrentëve. Është bërë një krehje e territorit shqiptar mbar folës flasim, prej Kumanovës ose po të themi prej fshatrave më të thellë të Kumanovës e fshatrave më të thellë të Kosovës për të mbritur në Shqipëri, gjithandej kemi qenë. Është e përfshirë gjithë shqiptaria, janë përfshirë shumë shtete të tjera ndërkombëtare, të cilët vinë për të marrë pjesë, kanë shprehur interesin e tyre. Edicioni i parë i këtij formati pati sukses të padiskutueshëm dhe zbuloi talente të reja si fituesi 14 vjeçar. Përgatitur për këtë edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.